Ramazani vjen tek njeriu për t'i dhënë një mundësi se si duhet jetojë njeriu. Larg veseve, sa më i devotshëm, sa më besimtar, sa më fetar, sa më solidar, sa më zemërmadh, edhe më i përkushtuar ndaj Zotit. Por Ramazani hiku. Sot është Bajram. Çfarë kemi mësuar pikërisht? Çfarë mësuam nga Ramazani? Që ky lloj përkushtimi që kishim këto ditë Ramazani duhet vazhdoj. Duhet vazhdoj, sepse s'ka kuptim të kemi një jetë të dyfisht ose një jetë i mirë në Ramazan dhe pastaj mas Ramazani vazhdojmë jetën ku e lam para Ramazanit. Pikërisht. Ky është Ky është mesazhi më i fortë, sepse vetë Zoti thotë nuk ka nevojë Zoti për agjërimin, për ushqimin që lëmë një anë, kur ti vazhdon akoma me punën e keqe. Çfarë kuptua nga kjo gjë? Neve agjërojmë sepse dobësojmë egon ton, shkatrojmë atë të keqen ton të brendshme, se njeriu ka dy gjëra brenda, edhe të keqen dhe të mirën, varet ka ushqen. Varet kush ngre më tepër krye. Më shumë kush ngrihet. Atëherë feja është një arsye më e fortë për të ushqyer anën pozitive të njeriu. Edhe për ta shkelur, po ta themi kështu, egon edhe anën negative të njeriu.